Pra kur smuhet shpirti vëllezër, edhe shka më interesant, nuk ka spital në këtë dunja që e shëron shpirtin. Keni pa për shembull sot 60 drejtime në mjeksi, reportet ndryshme, kur kun nuk e kini repart me thonë këtu i shërojnë shpirtat. Veç i lumi Allah në Kur'anin familjar ka zbrit formulat të shërimit shpirtit. Sepse aje njeh njeriu më mirë se çdo kusht tjetër. Aja njeh njeriu se vetë ka kriju. Ja njeh edhe dimenzionin fizik njerit, që e kemi na, ja njeh edhe dimenzionin psiqike, din dhe ku shkon mendja njeriu. Por ja njeh mbi gjitha dimenzionin shpirtëror që njeriu se njeh. E aje ka dërgu një pejgamber me i kallëzu njerëzve qysh me shëru anën shpirtërore, qysh me ecë këtë dunja e me pas shpirtin mrena perimetrit vetë, edhe me shiju të mirë dhe se bote. Dhe në tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kënaqu me ata që Allahu ta ka dhënë, do t'jesh një pasonike më i madh. Vëllezër,